nderuar zonja dhe zotrin, mirë se erdhët në Shkodër në prezantimin e studimit të fizibilitetit dhe projekti DES për Hekurullën Kuqëzi, Durrës, Prishtinë. Ne presim për fjalën e rastit administratorin e Hekurullës shqiptare Ergës Verdo dhe kryeshefin ekzekutiv të Infrakos, Naser Krasniqi. Përshëndetje. Nderuara zëvendës kryeministre zonja Belinda Balluku, nderuar ministër zoti Libur Naleu, nderuar deputete e Republikës Kosovës zonja Mimoza Kusari, nderuar kryetari i Bashkisë së Shkodrës zoti Benet Beci, nderuar kryetari i Komunës së Gjakovës zoti Arjan Gjini, nderuar kryeshef ekzekutiv zoti Ergës Verdo, të nderuar përfaqësues të institucioneve vendore, të nderuar inxhinier ekspert, përfaqësues të mediave dhe të gjithë ju të pranishëm. Është një nder dhe kënaqësi e veçantë për mua si përfaqësues i Hekurullave të Kosovës të jem sot me ju në këtë akt solemniteti. Padyshim që ky akt ceremonial është shumë i rëndësishëm për të dy vendet tona, Shqipërinë dhe Kosovën, pasi që sot prezantojmë projektin final mbi studimin e vizibilitetit të linjës hekurullore Durrës-Prishtinë. Rruga hekurullore Durrës-Prishtinë do të jetë një shembull konkret i asaj që mund të arrihet kur vizioni, bashkëpunimi dhe vullneti politik bashkohen në funksionin e së mirës së përbashkët. Me këtë lidhje hekurullore, ne jo vetëm që do të ofrojmë dy kuriozitetet ekonomike, por hapim një dritare të re për tregtinë, turizmin dhe lëvizjen e lirë të qytetarëve tanë. Ky projekt sa ambicioz, aq edhe strategjik përfaqëson më shumë se sa një korridor transporti. Ky projekt është një urë zhvillimi, bashkëpunimi dhe integrimi rajonal. Pra ky projekt përveç që ka impakt strategjik, ekonomik dhe ekologjik, është edhe projekt adëtar pasi që mundson përafrimin e dy popujve të një kombi. Falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar në këtë proces që në fazën e parë të konceptit deri në ditën e sotme, ideatorët, projektuesit, ministritë respektive dhe të gjitha palët e përfshira që kanë mbështetur me përkushtim këtë nismë madhështore. Jemi në prag të një epoke të re për infrastrukturën e rajonit tonë dhe ky projekt është dëshmi se ëndrat strategjike mund të bëhen realitet. Ju faleminderit, fjalën për jap te kolegu im, Ergës. Përshëndetje Naser, faleminderit për fjalën. Të nderuar pjesëmarrës, nderuar zëvendës kryeministre, zonja Belinda Balluku, ministër Petrit, kryetar, ministër, faleminderit për pjesëmarrjen në këtë event kaq të shumë pritur për Hekurullën shqiptare dhe për shtetin tonë. Përshëndetje Naser, dhe u bëm shumë se një vit që zhvillojmë të studim. S'kemi rreshur të takuar këtë vit sa në zyra, sa në sajt, duke parë çdo mundësi për linjën e mundshme për këtë studim. Dhe jemi këtu në Shkodër sepse këtu do vendoset guri i parë. Jam shumë i lumtur dhe jemi shumë të lumtur. Dhe ja kemi dalë më së miri në kohë dhe në zhvillim, në zgjidhjen e dur për këtë projekt kaq të rëndësishëm për, siç e quajtën, Hekurulla Kuqëzi. Ne vendosëm gurin e parë për shkak se qeveritë tona na dha mundësinë për të pasur këtë projekt strategjik. Por jemi shumë nderuar që sot të prezantojnë rezultatin final të këtij studimi dhe fjalën e jap konsulentit ton. Izvan, floor is yours. Thanks for all. Faleminderit shumë, unë kam kënaqësi të prezantoj rezultatet e sistemit të vizibilitetit të linjës hekurullore Durrës-Prishtinë. Atëherë, lidhja Durrës-Prishtinë është projekt shumë i rëndësishëm sepse lidh patjetër të dy vendet, por gjithashtu siguron lidhje të mëtejshme me vendet e Ballkanit të Perëndimor dhe e sjell Bashkimin Evropian më afër nesh. Projekti gjithashtu siguron më tepër sigurinë në Hekurull dhe në rrugë, duke ulur ndotjen gjithashtu për shkak të shkarkimeve të gazrave. Objektivi i projektit ishte që të lidhnim Durrësin dhe Prishtinën përmes një lidhje të re hekurullore. Megjithatë, në të dy vendet ka linja hekurullore të cilat aktualisht janë në zhvillim me sipër ose në ndërtim me sipër.
Në anën e shqiptare, kjo është linja Tiranë-Durrës që po është në ndërtim e sipër, linja Borani-Hotit, ku fillimet ndërtimore sapo kanë filluar dhe në anën e Kosovës kemi linjat e fushë Kosovës dhe në dy të tjera. Dhe ideja është që të përdorim sa më tepër të ishte mundur këto linja dhe të gjenim një pikë lidhje të përshtatshme me qëllim lidhjen hekurëdore ndërmjet dy këtyre rrjeteve ekzistuese. Për këtë krijuam tre alternativa të mundshme. Alternativa e parë ishte nga mjedat, fillonte nga mjeda, pra duke ndjekur luginën e Drinit dhe duke ndjekur gjeometrinë e vështirë për të kaluar liçenin e Komanit dhe duke arritur në Gjakov. Alternativa e dytë shkonte nga Miloti, fillonte nga Miloti, ndiqte kryesisht rrugën automobilistike ekzistuese për në Prizren dhe alternativa e tretë që ishte nga Shkodra, me një tunel shumë të gjatë dhe që shkonte në Kosovë përmes Gjakovës. Pas se u përcaktuan alternativat, bëm një analizë për të parë prot dhe kundrat e secilit alternativ. Secili alternativ kishte pikat e forta dhe dobësitë e veta normalisht. Pas konsultimeve të gjata me të dy shoqëritë hekurëdore dhe me ministritë përkatëse, u mor vendimi të kalonim në alternativën 3 si alternativa më e parapërqyer dhe arsyeja për këtë ishte ndër të tjera shkak të potencialit jashtëzakonisht shumë të madh për zhvillim ekonomik të veriut të Shqipërisë, që duke ofruar aksese në rajon gjithashtu, dhe kishte një periudhë të zonë të madhe duke sjell trafik në dhe në Gjakov sa i përket hekurudhës dhe ofron një lidhje më të mirë me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe me Bashkimin Evropian. Kështu që rruga e përzgjedhur, e parapërqyer, që fillon në Shkodër dhe shkon deri në Kosovë, kjo linjë është 104 kilometra e gjatë, ka 43 ura, 40 tunele dhe gjatësi totale tunelesh prej 35 kilometra dhe 7 stacione të reja. Për ta ilustruar më mirë këtë gjurmë, kemi bërë një video të shkurtër për ju. Linja me ngjyrë tregon gjurmën e re. Tuneli është me vjollc, bluja janë urat, kurse jeshilja janë hekurudha e pastër. Gjurma e re fillon në stacionin e Shkodrës, ndjek luginën dhe shkon në perëndim. Do të ketë një stacion të ri në pjesën lindore të stacionit Shkodër për të shërbyer njerëzve që jetojnë në këtë zonë dhe ky stacion do të ofrojë gjithashtu qasje për trenat që vinë nga Kosova përmes Maltezit. Kalojmë në terrenin e vështirë të luginës deri në Prek, në Prekal, Në Prekal do të krijohet një stacion i ri, do ndërtohet një stacion i ri dhe do jetë pika fillestare e tunelit më të gjatë të këtij seksioni. Ky do të jetë tuneli më i gjatë i gjurmës së re, që është diku te 16 kilometra. Për të kaluar terrenin e vështirë do të ndërtohet një tunel më i gjatë. Megjithatë, asaj që ishte mundur, ne krijuam ura përmes seksioneve të tunelit me qëllim që të kishim sa më tepër qasje në këtë pikë.
Seksionet me tunele më të gjata do të vijojnë deri në stacionin e Komanit. Për shkaqe operacionale do të ndërtohet një vend kalimi dhe një vend parakalimi. Pas stacionit të tragedit të Komanit, linja ndjek Luginën, ku do të jemi gjithmonë më tepër në sipërfaqe duke reduktuar dhe duke paksuar gjatësinë e tuneleve dhe urave. Gjurma vazhdon drejt lindjes deri në stacionin e Tropojës. Ky është stacioni i fundit në territorin shqiptar. Pas stacionit të Tropojës do të kalojmë kufirin përmes një tuneli. Dhe në e Kosovës do të përcaktohet stacioni i ri ndërkufitar. Do të krijohet stacioni i ri ndërkufitar. Terreni këtu sheshohet dhe është më pak i vështirë. Gjurma kalon pranë Gjakobës, sa më shumë të ketë mundësi, dhe stacioni i ri do të ndërtohet në afërsi të qytetit. Pas Gjakobës, gjurma lidhet me rrjetin aktual në fushë Kosovë me mundësinë për të ndërtuar një lidhje tjetër drejt Prizrenit. Siç shihet këtu, do të ketë 7 stacione të reja hekurudhore që ndërtohen, plus edhe seksionin e parakalimit, të cilat të kenë aqasje për transport automobilistik dhe transport urban dhe me godinat përkatëse. Në stacionet e mëdha do të ketë edhe kalime të tjera dhe ashensor për sigurimin e sigurisë pasagjerëve. Combined lengths of the tunnels are 35.3 kilometers. This makes out almost 1/3 of the overall alignment. Tunnels are a safety critical work. Therefore, we provided multiple options for emergency situations to provide the best solution in every scenarios. Sa i përket kohëve të gjatësisë udhëtimit, nëse kemi trena që ndalojnë në çdo stacion, atëherë udhëtimi i plot nga Durrësi në fushë Kosovë është 5 orë e 54 minuta, megjithatë nëse kemi trena rajonal më të shpejtë që ndalojnë vetëm në stacionet kryesore, koha ulet në 3 orë e 40 minuta. Për trenat e mallrave deri në portin e Thatë është 4 orë 33 minuta. Duke marrë në konsiderat kërkesën aktuale për mallra dhe për pasagjerë, përllogarisim 9 tren pasagjerësh për kahë, që thotë dhe kemi përgatitur gjithashtu 12 trena mallrash për një ditë, të dyja rastet.
Këto është teknikisht shumë vështirë, me shumë tunele dhe segmente dhe ura. Kemi parë shumë mundësi për uljen e Kosovës. Vlerësimi aktual është 1.83 miliard euro. Afati, optimist, do të duhet edhe rreth 10 vjet deri në momentin që do të kaloj treni i parë në këto seksione. Ka shumë punë që duhet të bëhet ende, përfshirë hulumtimet gjeoteknike, projektimet e tjera, në momentin që mbarojmë periudha e ndërtimit do të jetë rreth 7 vjet. Dhe pastaj kemi një periudhë një vjeçare për testim dhe kolaudim përpara sa të kalojnë trenat e parë. Cilat janë përfundimet? Studimi fizibilitetit thotë që projekti është i fizibël dhe ka mundësi ekonomike, kështu që sugjerojmë që projekti të kalojë në fazën e ardhshme. Faleminderit. Mirëpresim, për fjalën e rastit kryetarin e Bashkisë së Shkodrës, zotri Benet Beci. Nderuar zonja zëvendës kryeministre Balluku, nderuar ministri i Qeverisë Kosovës zoti Aliu, nderuar zoti Malaj, ministri i Financave, nderuar zoti Gjini, kryetari i Komunës së Gjakovës, nderuar zonja Mimoza Kusari, të nderuar koleg, profesionist dhe qytetarë të Shkodrës. Sot është një ditë e shënuar për gjithë qarkun e Shkodrës, për veriun e Shqipërisë, për Gjakovën, për rrafshin e Dukagjinit. Jemi mbledhur për diskutuar një nga projektet madhore të kombit shqiptar, ndërtimin e ekurrutës Kuqezi, një lidhje moderne e kurridore midis Shqipërisë dhe Kosovës, përmes ndërtimit të një segmenti krejtësisht të ri Shkodër-Gjakov. Ky është padyshim një ndër projektet më strategjike për Shkodrën dhe për lidhjen e saj të drejt për drejt me Gjakovën dhe gjithë Kosovën. Një ëndër shumë dekadshme që po bëhet realitet. Një lidhje vërtet historike, kulturore dhe ekonomike për shqiptarët në të dy anët e kufirit. Dua të falenderoj të dy qeverit për vullnetin dhe vendosmërinë e treguar për ndërtimin e kësaj ekurruthe dhe për vendimin që traseja të kalojë përmes Shkodrës në luginën e Kirit, më pas përgjat Drinit, për të lidhur metropojën, Gjakovën dhe gjithë Kosovën. Për fat keq, në të kaluarën Shkodra u anashkalua në projektin e autostradës kombit. Por sot, fal vizionit që qeveria aktuale e Shqipërisë dhe Kosovës, ekurrutha do të kalojë përmes qarkut të Shkodrës. Kjo është një nga vendimet më strategjike për dekada që vinë dhe vendos Shkodrën në kryqëzimin e dy linjave hekurudhore ndërkombëtare drejt Malit të Zi dhe drejt Kosovës, duke lidhur kështu drejt për drejt me rrjetin europian hekurudhor. Kjo është një mundësi jashtëzakonshme për zhvillimin ekonomik të rajonit. Shkodra mund të shndrohet në një nyje të rëndësishme, logjistike, infrastrukturore dhe qendër të prodhimit dhe të eksportit. Në të njëjtën kohë, kjo pozitë e re i jep potencial të jashtëzakonshëm turistik. Nga bredeti i Adriatikut dhe liçeni i Shkodrës, te trashëgimia kulturore e qyteteve tona dhe bukuritë e pakrahastueshme të Alpeve shqiptare. Segmenti 100 km Shkodër-Gjakov do të jetë një vepër inxhinierike madhështore, me 35 km tunele dhe 43 ura do të përshkohet në më pak se në një orë me 7 stacione për gjatë rrugës. Me rëndësi të veçantë është dhe nisja këtë vit e investimit në hekurudhën Vlorë, Shkodër-Hani-Hotit, që bashkë me autostradën Adriatiko-Joniane, me financimin europian, do të pozicionojnë Shkodrën si një nga pikat më të favorshme të zhvillimit në rajon deri në vitin 2030.
Faleminderit të gjithëve për angazhimin dhe suksese në të sfidë të re të bukur infrastrukturore, ndoshta më të rëndësishmen për shqiptarët në vitet që vinë. Faleminderit. Mirë presim, kryetarin e komunës së Gjakovës, zotri Ardian Gjini. Përshëndetje të gjithëve, nderuar zënës kryeministre Balluku, ministër Malaj, ministër Aleu, patjetër zoti Krasniqi, zoti Verdo, të jenë punë të jam, i dashur kryetar i Bashkisë Shkodrës, zoti Beci, zonja Kusari Lila, deputete, zënës ministër Durmishi, gjithë ju që jeni prezent, me të vërtetë është një ditë e jashtëzakonshme sot. Duhet me thonë që jo vetëm për mendimin tim, po për mendimin e shumë kujt, kjo hekurudh i ndron epokat. Ne dim çfarë impakti ka pas rruga e Kombit në lidhjen e shqiptarëve të Kosovës edhe të Shqipërisë, por unë po besoj që kjo hekurudh do të jetë diçka krejt ndryshe, do ta shënojë një etapë krejt tjetër në komunikimin tonë, në zhvillimin e biznesit, edhe në zhvillimin e turizmit, që përmendi me drejt kryetari, po thuj se gjithçka tjetër. Po them edhe një herë, besoj që kjo hekurudh do t'i ndrojë epokat. Tash është jashtëzakonisht me rëndësi edhe për Gjakovën, patjetër, por ne këtu po flasim për Kosovën edhe për Shqipërinë. Do të jetë një lidhje e jashtëzakonshme. Duhet me nda me ju shumë shkurt diçka që veç ishim duke bisedu bashk. Në memoaret e tij, diku të vitit 1913, ish kryeministri dhe presidenti francez Raymond Poincaré, po thuj se gjatë gjithë memoareve të veta e përmend këtë korridor hekurudhor, që në atë kohë, sipas mendjes tij, ka qëndosht me e lidh Serbinë me detin Adriatik. Një insistim këtë ndryshe, pa dasht me tregu politiken e luftës së parë dhe dytë ballkanike. Po du më thonë që sot është diçka jashtëzakonshme që kjo hekurudh po e merr emrin Kuqëzi. Faleminderit gjithëve, edhe e prishim gjithë bashk trenin e parë prej Prishtinës deri në Durrës. Faleminderit shumë. Mirë presim, ministrin e financave, zotri Petrit Malaj. Nderuar zëvendës kryeministër, i nderuar kolegu Libur, të nderuar kryetar të bashkive, të nderuar pjesëmarrës. Është vërtet një kënaqësi e veçantë për mua të jem pjesë të këtij takimi mjaft domethënës, i cili ka në fokus një nga projektet më të jashtëzakonshme për të dy vendet tona, po dhe për te. Një projekt i cili në fakt ka një rëndësi për gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, siç është ndërtimi i linjës së re hekurudhore nga Durrësi në Prishtinë, apo le ta quajmë hekurudha e Kombit. Ky është një projekt madhor që natyrisht parashikohet të ketë një kosto të konsiderueshme, ashtu siç edhe u prezantua, ndaj dhe financimi i tij do të kalojë nëpër disa faza, të cilat do të kërkojnë jo vetëm angazhimin dhe mbështetjen buxhetore të vendeve tona, por edhe të institucioneve financiare ndërkombëtare. Vlerësimi i gjithnjëre në rritje i Republikës së Shqipërisë nga agjensitë prestigjioze, siç janë Standard & Poor's edhe Moody's, e klasifikojnë ekonominë shqiptare si një ekonomi me qëndrueshmëri të lartë, çka do të bëjë që dhe financimi i këtij projekti të vijë me një kosto më të lehtë për xhepat e qytetarëve shqiptar, por edhe me një mundësi për të financuar nga institucione financiare ndërkombëtare. Ne jemi optimistë se kemi hapur tashmë trasen e duhur. Kemi hedhur një hap përpara atë të realizimit të studimit të fizibilitetit, i cili është financuar përmes buxhetit të dy vendeve tona. Si qeveri, një nga objektivat tona madhore është garantimi i avancimit apo përfundimit të gjitha projekteve të konektivitetit, qofshin ato rrugor, hekurudhor, portual dhe aeroportual. Në këtë kuadër, ne po vjojmë të mbështesim me financime projekte që kanë një rëndësi të veçantë sa i takon ndërlidhjes. E këtu mund përmendim linjën e hekurudhore Durrës-Rogozhin, që është pjesë e korridorit të 8 dhe që lidh Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut,
dhe më tej dhe me Bullgarinë, për të cilën vetëm pak ditë më parë u nënshkrua marrëveshja me Bankën Evropiane të Investimeve, apo edhe projekti tjetër që ka të bëjë me rehabilitimin e linjës hekurudhore Vura-Aniodit, e cila parashikohet të përfundojë në vitin 2030 dhe që do të shkurtojë distancën me malin e Zi. Ndaj edhe ndërtimi i linjës hekurudhore Durrës-Prishtinë nuk mund të konsiderohet thjesht një investim në infrastrukturë, por një investim në zhvillim, në lidhje dhe mbi të gjitha në të ardhmen tonë të përbashkët. Natyrisht nuk do të guxoja të flisja për elementet teknik apo sfidat e ndërtimit, sepse me siguri do të gaboja, po ajo çka mund të them me siguri është se përfitimet ekonomike të këtij projekti do të jenë të shumta dhe të prekshme. Së pari, linjat hekurudhore do të rrisin ndjeshëm efikasitetin në transport, si për mallrat ashtu dhe për udhëtarët. Ato do të sillin ulje të kostove logjistike, kursim kohe dhe rritje të konkurrueshmërisë të sipërmarrjeve tona prodhuese dhe eksportuese, por gjithashtu dhe do të rrisin aksesin më të shpejt dhe më lirë drejt tregjeve të mëdha. Ato do të sillin lehtësimin e qarkullimit përmes zhvendosjes së një pjese të ndjeshme të ngarkesës së transportit nga rrugët në hekurudha, por edhe reduktim të ndotjes urbane dhe emetimeve të karbonit, gjë e cila do të na ndihmonte në realizimin e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm sipas angazhimeve që kemi marrë me partnerët tanë ndërkombëtar. Kjo hekurudhë do të shërbejë si një urë lidhëse mes korridoreve pan-europiane, ato të korridorit 8 dhe korridorin e 10, duke ofruar një lidhje më të shkurtër dhe më të shpejt ndërmjet tyre. E pra kjo nuk është vetëm një përparësi gjeostrategjike, por edhe një avantazh ekonomik për të dy vendet tona që synojnë të bëhen nyje të rëndësishme të transportit dhe të tregtisë rajonale. Një aspekt tjetër thelbësor është edhe fakti që ky projekt përputhet me agjendën e konektivitetit të Bashkimit Evropian, duke përmbushur standardet më të larta të infrastrukturës moderne. Por, natyrisht, përfitimi më strategjik është ai i shëndrimit të portit të Durrësit në një qendër logjistike me ndikim rajonal për të nxitur transportin për të gjithë Ballkanin perëndimor në tregjet ndërkombëtare. Kjo e kthen Shqipërinë në një port hyrëse për Kosovën, për rajonin, drejt Mesdheut dhe Mëgjer, duke gjeneruar punësim, investime, si dhe rritje ekonomike të qëndrueshme. Nga ana tjetër, ky investim do t'i hap një tjetër impuls strategjik portit të thatë të Prishtinës, i cili në këtë mënyrë do të shërbej për një ndërlidhje me shumë palë të tregtisë në aspektin rajonal. Të nderuar të pranishëm, më lejoni të shpreh edhe një herë bindjen time të thellë se projekte të tilla nuk janë thjesht struktura fizike prej hekurit dhe betoni, ato janë ura të zhvillimit, simbole të bashkëpunimit dhe motor të progresit ekonomik dhe social. Linja hekurudhore Durrës-Prishtinë është një hap i guximshëm drejt një të ardhmeje ku lëvizshmëria, tregtia dhe bashkëpunimi do të rrëzojnë kufit dhe do të krijojnë mundësi të reja për qytetarët e kombit tonë. Ju faleminderit. Mirëpresim, Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës së Republikës së Kosovës, zotri Liburnaliu. Nderuara zëvendës kryeministre Balluku, i nderuar ministër Malaj, të nderuar kryetar të Shkodrës, zoti Beci, i Gjakovës, zoti Gjini, të nderuar drejtor të ndërmarrjeve të hekurudhave, zoti Verdh dhe zoti Krasniqi, po ashtu i nderuar zoti zëvendës ministër Durmishi dhe nderuara deputete dhe përfaqësuese e kryeministrit zonja Mimoza Kusari. Vërtet kam shumë kënaqësi që po japim fund një faze të rëndësishme një projekti të madh të dy vendeve, dy republikave, Republikës Kosovës, Republikës së Shqipërisë, një lidhje mes dy qyteteve së pari, Gjakovës dhe Shkodrës, që na sjell emocione tek shqiptarët përgjithsisht, mes dy qyteteve Prishtinës dhe Durrësit, por kur dalim për te kësaj shohim që nuk është thjesht lidhje
mes qytetesh dhe vetëm lidhje që i bashkon vetëm shqiptarët, po është një lidhje e re e cila do t'i shërbej gjithë rajonit, do t'i shërbej për afrimit të gjitha vendeve të rajonit, të kenë edhe lidhje ekonomike me zvete, edhe komunikim të lehtë, por edhe ndërvarësi ekonomike që në një mënyrë do të krijojë edhe normalizim të plotë të gjithë rajonit. Kur themi Durrësi lidhet me Prishtinën, e nënkuptojmë lidhjen e korridorit blu me korridorin 10 dhe me korridorin 8. E shohim lidhjen mes mallrave që mund të lidhen nga Varna e deri në Durrës, që i bie nga deti i Zi e deri në detin Adriatik. Këtu e shohim edhe portin e Tivarit, i cili nuk do ketë rrugë tjetër më të mirë përpos nga Shkodra. Këtu e shohim Shkodrën, e cila në raport me Podgoricën, Ulqinin, Tivarin, e në raport me Gjakovën, e gjithë veriun, e merr pozicionin çfarë e ka ataku historikisht. Këtu e shohim lidhjen e Kosovës me Shkodrën, këtu e shohim edhe lidhjen edhe të Vlorës madje përmes korridorit Jon Adriatik me Mitrovicë. Nga Prishtina aktualisht është në rehabilitim e sipër linja 10, e cila këtë linjë hekurudhore, këto dy porte, i lidh edhe me Shkupin, i lidh edhe në veri me Mitrovicën, Leshakun e deri në korridorin 10, respektivisht në korridorin panevropiane të Vjenës, e po ashtu edhe në lindje drejt Dimitrovgradit e Sofjes e deri në Varne. Këto janë në përlinjat ekzistuese të cilat do të rehabilitohen brenda të Republikës Kosovës dhe janë në projekte sipër duke u rehabilituar. Një pjesë e tyre janë në rehabilitim e sipër, një pjesë janë në fazë të studimeve dhe të projekteve preliminare, edhe po ashtu edhe linja e radhës që do të jetë ajo nga Podujeva që do të ketë projekt preliminar së shpejti. Por ajo që do të pasoj e që do të shkurtoj edhe akoma më shumë këto rrugë është një studim i radhës i cili nga Gjakova do të dalë në Ferizaj përmes Therandës dhe i bie të kaloj në për malet e Sharrit, që është nga zona e Therandës, që është në Budakovë, të dalë në pjesën e Ferizajt në Rodime, e më pastaj të lidhet me Gjilanin, dhe kjo të jetë shumë afër korridorit 10 në Bujanovc, e që në një mënyrë do të bëjë një lidhje të pashkputur njëjtë sikur autostrada nga Bujanovci e deri në Durrës, ku edhe atje jetojnë shqiptarët do të kenë lidhjet e korridorëve të veta. Por prap, kur po them, po e përmend Bujanovcin, pavarësisht janë shqiptarët atje, aty është pikërisht aty kalon korridori 10 dhe bëhet një lidhje jashtëzakonisht e shpejtë dhe e shkurtër me korridorin 10 që do të jetë edhe në funksion të gjithë rajonit. Unë jam shumë i lumtur me që në fillim të mandatit, duke i falendëruar dy kryeministrave, ne patëm një mbledhje të përbashkët dhe një nënshkrim të përbashkët me zonjën zëvendës kryeministre Balluku, që tani në fund të mandatit po arrim ta finalizojmë një fazë të rëndësishme. Uroj që mandati tjetër të jetë fillimi i punëve dhe të dyja qeverive, të dy republikave, ju uroj punë dhe zhvillim të mbarë bashkë. Faleminderit shumë. Mirëpresim, zëvendës kryeministren e Shqipërisë, njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë, zonja Belinda Balluku. Shumë faleminderit gjithëve. Një ditë me shumë emocione kjo sot, pasi duket sikur është një moment thjesht për prezantimin e studimit fizibilitetit, por për të arritur këtu ka qenë një rrugë shumë e gjatë. Dhe unë dua t'ju falenderoj gjithëve këtu, Naserin, Ergysen, Benetin dhe kryetarin Gjini të Bashkisë Gjakovës për të gjithë këmbguljen, se duhet ta themi që patjetër ne kemi pasur 3 variante teknike, por ka pasur dhe një këmbgulje shumë të madhe dhe drejt nga të dyja bashkit, por mbi të gjitha, unë duhet falenderoj mikun tim, Liburn Aliun, të cilin nuk e kam thjesht si gjithë kolegët e tjerë, ashtu si që ne takohemi në për evente ndërkombëtare, por e kam vlla Gjaku, dhe sot me të ndaj një nga momentet historike jo të infrastrukturës shqiptare, por të lidhjes të pandashme që ka Kosova dhe Shqipëria. Dikur kemi qenë, nuk më kujtohet vendi ku,
por kemi qenë së bashku dhe më ke treguar një dokument të viteve 48 mbaja mendu, e vizatuar në letër me laps blu dhe laps të kuqe jeshil, që tregonte të gjithë gjurmët e koridoreve europiane, ku Shqipëria ishte vetmja e përjashtuar, duke qenë se në vitin 47 ishim shkëputur nga pjesa tjetër të koridoret europiane nuk na preknin. Dhe aty kemi filluar të bënim planet e para dhe bisedën e parë për hekurudhën dhe se si mund të zhvillonim një tjetër mënyrë transporti, sidomos një transport i cili është eficient financiarisht për qytetarët, është miqësor me mjedisin dhe për më tepër konsiderohet nga Bashkimi Evropian si transporti të ardhmes. Këtu është ngjizur gjithçka. Dhe më pas, vendosëm që punët e mira nuk bëhen thjesht me një marrëveshje qeveritare, por punët e mira bëhen me ekspert të mirë. Dhe duke qenë se qeveria shqiptare tashmë këtë e ka praktik pune, ju kujtoj këtu se aeroporti Vlorës apo tuneli Llogaras dhe gjithë veprat e tjera të mëdha infrastrukturore në Republikën e Shqipërisë kalojnë dy faza. Kalojnë fillimisht fazën e garës ndërkombëtare për projektimin dhe studimin e vizibilitetit të çdo projekti dhe më pas ne marrim vendime për ndërtim. Kemi rënë dakord dhe kemi ndarë këtë edhe me shefat e dy qeverive dhe duhet thënë që kemi gjetur suportin maksimal për të nisur një projekt të përbashkët. Të gjithë ata që punojnë në administratë e dinë shumë mirë se sa e vështirë është që të ngjizësh dhe të çosh përpara një projekt brenda të njëjtit territor, se sa e vështirë është nga një herë të merremi vesh brenda dy ministrive apo një ministri dhe një bashki. Imagjinoni se si do të ishte që dy qeveri vendosin buxhete të barabarta, pothuajse me një ndryshim shumë të vogël pasi ashtu e deshte ligji, apo dy drejtori të mëdha si struktura, si që është Infrakosi dhe Hekurudha Shqiptare, që duhet bashkëpunonin gjatë gjithë kohës dhe në mes nesh edhe një komponent shumë interesant që ishte kompania apo konsorciumi i përbër nga kompania shqiptare dhe kompania e huaj, të cilët duhet prodhonin këtë produkt. E pra, për çudin time më të madhe dhe gjithë eksperiencën që kam në këtë fushë, do të thoja që ka qenë një nga bashkëpunimet më të mira, më të lehta, pa pengesa dhe do ta quaja që është një shembull për të marrë edhe për projekte shumë më të thjeshta nga ky projekt i komplikuar të cilin kemi prezantuar sot. Siç e thash dhe në hapjet fjalës time, ky është një moment historik për Shqipërinë. Sigurisht këtu nuk flitet për një hekurudh, por flitet për një lidhje kombëtare, pasi është hekurudha kuqezi, flitet për një nukël gjeopolitike e cila e kthen kombin shqiptar në një pol magnetizmi për ekonominë dhe për ndërlidhjen europiane. Shpeshherë flasim për ndërlidhje rajonale, për ekonomi rajonale, por korridoret e infrastrukturës si dhe ato energjetike nuk janë rajonale, janë europiane. Kjo hekurudh do të ndërlidhet me korridorin e 8 përmes të gjithë akseve të tjera të këtij korridori që tashmë janë bërë publike, disa prej tyre janë proces, disa prej tyre janë në kohën e lidhjes kontratës, gjithashtu do të lidhet me korridorin e 10. Por nga ana tjetër prek edhe korridorin Adriatiko-Jonian në një gjatësi shumë të rëndësishme të tij, duke e kthyer kështu si një nyje ndërlidhse të 3 korridoreve europiane dhe duke i dhënë kësaj hekurudhe në dukje kombëtare një rëndësi të veçantë për të gjithë zhvillimin ekonomik dhe gjeopolitik të Europës juglindore. Duke parë të gjithë prezantimin sot, për të thënë të drejtën, unë i kam parë që të 3 variantet. Mund të kishte edhe zgjidhje më të lehta, sepse nuk ka zgjidhje teknike të lehta asnjëherë, po ndoshta pak më të lehta, të cilat nuk do bënin asnjë sens nga ana e fizibilitetit demografik dhe sigurisht nuk do të ofronin atë çka
kjo zgjidhje do të ofrojë? Shkodra. Shkodra është kryeqendra e Veriut. Shkodra është një nga pjesët më të rëndësishme të Shqipërisë në ekuivalencë të plot me Tiranën dhe Shkodra e meriton që të jetë nyja ndërlidhëse e kombit tonë. E meriton edhe për shkak se sot tek futesha në Shkodër dhe tek shikoja ecurin e punimeve në urën e Beçallëkut, aty kur pas pak ditësh do të kemi dhe inspektimet e para, fillova të dalloj si çdo herë kur vi këtu, edhe se kam qenë para 2 muajsh, ndryshimin e madh që ndodh. Shkodra ka marrë një hije të një qyteti evropian, pasi e gjithë kjo bukuri që e ka trashëguar ndër vite ishte fshehur nga një tis, i cili, për të thënë të drejtën, u deshën disa njerëz punëtor dhe me vizion, që t'ja hiqnin një herë mirë dhe t'i nxirrnin sipërfaqe shkëlqimin që ka. Dhe me këtë shkëlqim që ka, Shkodrës i takon plotësisht me ligj dhe me kanun që ta ketë këtë stacion të kombit shqiptar, një stacion e kurudor i cili unë besoj që pastaj aty do të harxojmë edhe gjithë kohën tonë për ta dizenjuar ashtu siç duhet dhe për të qenë, siç e kam folur me Benetin, jo thjesht një stacion tranzit, por një stacion si stacionet europiane ku mund të ketë edhe bibliotek, mund të ketë edhe qendër komerciale dhe gjithçka tjetër i përket kryeqytetit të Veriut të Shqipërisë. Dhe Gjakova. Gjakova, e cila mbart një histori të jashtëzakonshme, e cila ka vlera të paçmuara si për vendodhjen e saj strategjike, ashtu edhe për ekonominë që zhvillon, por padyshim edhe gjeografikisht për gjithë ndërlidhjen që arrin të bëjë midis Shqipërisë edhe fushë Kosovës. Dhe më pas, unë do të kaloja tek porti i Durrësit, i cili ashtu quhet, po praktikisht ai është porti shqiptarëve dhe ne jemi duke menduar që t'i gjejmë emrin e duhur portit të ri, që ka kaluar edhe ai si ky projekt fazën e parë. Pra tashmë kemi përmbyllur një fazë shumë të rëndësishme, fazën e aplikimit të ofertave dhe vlerësimit teknik të tyre dhe jemi gati për të nisur fazën e dytë dhe me përfundimin e fazës së dytë ne fillojmë ndërtimin e portit të madh të shqiptarëve. Pasi ashtu siç ju e dini, porti i Durrësit nuk do t'i shërbejë vetëm Shqipërisë, por porti i Durrësit është dizenjuar për t'i shërbyer të dy vendeve, Kosovës dhe Shqipërisë, por edhe Maqedonisë të Veriut. Duke qenë se porti i Durrësit ndërlidhet me 2 porte të thata, atë të Prishtinës edhe atë të Shkupit. Që të dyja këto porte të thata të ndërlidhura me linjën hekurudhore, njëra me linjën hekurudhore që nis nga Vora dhe vjen deri në piklidhje pra në Shkodër për të vazhduar më pas në Prishtinë dhe tjetra që fillon nga Durrësi. E kemi lidhur kontratën dhe marrëveshjen për financimin e aksit të parë, i cili shkon deri në Rogozhin dhe do të vijojmë me aksin Rogozhin-Pogradec për të bërë daljen në urën e Bushtricës dhe për të kaluar në Maqedoninë e Veriut. Të gjitha këto janë zhvillime shumë të rëndësishme. Janë zhvillime të rëndësishme infrastrukturore dhe politike për trevat shqiptare. Janë zhvillime të cilat përgatisin vendin tonë, Shqipërinë, por padyshim edhe Kosovën, për një kapitull të ri. Për një faqe të re të historisë tonë, e cila tashmë përmbyll të gjithë pjesën e tranzicionit dhe jemi gati për të kapërcyer atë prag shumë të pritur, pragun e Bashkimit Evropian. Kur tashmë ndodhemi të ulur në tryezën e negociatave, kur të gjitha sinjalet të ardhura nga komisionerët evropian, veçanërisht nga komisionera Marta Kos, tregojnë se ndoshta vetëm në 2 vitet e ardhshme ne do të arrijmë që të përmbyllim gjithë fazën e negociatave, sigurisht Shqipëria, por dhe Kosova, duhet jenë gati për këtë fazë
me të gjithë komponentët. Dhe një nga komponentët më të rëndësishëm, siç është energjia, është infrastruktura. Ne mund të përmbushim të gjitha detyrat e shtëpisë për sa i përket reformave ligjore apo reformave administrative, por në rast se ne nuk do të kemi të njëjtat parametra në infrastrukturë apo në energji, nuk do të ishim gati për Europën. Kështu që me të vërtet unë i shikoj gjithmonë atë tabelën e fundit të projekteve ku ekspertët me shumë drejt vendosin afatet, dhe afatet i kanë të mirë studiuara dhe zakonisht i lënë dhe një çik më të gjëra nga ç'duhet, por i dashur përfaqësues i konsorciumit, ne këtu në Shqipëri kemi filluar të mbarojmë punët para afatit. Pasi kemi humbur shumë kohë, 50 vite të gjata e më pas 33 vite tranzicion dhe nuk kemi më kohë për të humbur, ne kemi gjithçka. Ne kemi diellin, kemi detin, kemi malet, kemi fushat, kemi bujqësinë, turizmin, e vetmja gjë që mungon në këtë vend është koha. Nuk kemi më kohë për të humbur, ndaj unë jam e sigurt që nuk do na duan 10 vite për ta ndërtuar atë hekurudh, sepse edhe për tunelin e Llogaras ishte parashikuar që duhet të ishte 48 muaj, por u mbarua vetëm në 22 muaj. Edhe për aeroportin e Vlorës janë parashikuar 48 muaj, por përfundon këtë verë. Kështu që ne duhet të rendim. Sigurisht, përmes projekteve të sigurta, sigurisht duke respektuar të gjitha rregullat dhe masat e ndërtimit të këtyre kryeveprave të infrastrukturës, por ama duke rendur. Kështu që i dashur Liburn, unë nuk besoj që ne do ta hapim ndërtimin në fund të mandatit tjetër. Këtu i ngelet Petritit dhe pjesës financave të dy qeverive që t'i japin një zgjidhje sa më eficiente, pasi sigurisht në këto momente financimi është ai që është sfidues, duke qenë se flitet për një financim të rënd për buxhetet e dy vendeve, por nga ana tjetër unë jam e sigurt sepse e kam mundësinë dhe eksperiencën dhe ulem prej kohësh edhe me kreditorët e huaj, por edhe me konsorciumet të mëdha dhe Shqipëria ka të gjithë vëmendjen e tregut financiar për sa i përket financimeve të ndryshme apo për sa i përket të investitorëve të huaj. Kështu që unë jam e sigurt që në fund të mandatit të 4-të, qeveria Rama padyshim do jetë në gjendje që të flasë për disa përqind e curi të projektit dhe jo për nisjen e tij. Shumë faleminderit që u mblodhët këtu sot dhe u mbledhshim gjithmonë për punë të mira dhe për lajme po kaq të mira. Faleminderit Benet për mikpritjen.